Bashkimi Evropian nuk ka dhënë një goditje të fortë organeve të reja të drejtësisë, edhe pse reforma ka afro 10 vite që po zbatohet. Për Brukselin ka ende shumë probleme në këtë aspekt. Komisioni Evropian ka hartuar një raport për shtetin e së drejtës, duke dhënë mendim mbi të gjitha organet e drejtësisë në vend, përfshirë SPAK, KLG, KLP, gjyqësorin dhe organet e tjera. Raporti është ende në fazë konsultimi dhe u ka ardhur organeve në Tiranë për mendim. Për Brukselin, qeverisja e gjyqësorit dhe prokurorisë nuk po performon siç duhet, duke u dhënë kështu një goditje të fortë Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Një tjetër element që ata trajtojnë është fakti se shumë nga të ngelurit në vetting apo që janë përjashtuar nga sistemi janë pedagog në shkollën e magjistraturës. Për KN, kjo është e papranueshme. Një vëmendje u është kushtuar edhe presioneve politike ndaj drejtësisë, duke përmendur sulmet që u bën ndaj organeve nga Berisha, apo edhe pas arrestimit të kryebashkiakut Veliaj. Hetimi dhe arrestimi i një zyrtari të zgjedhur, i konfirmuar në shkurt 2025 nga Gjykata e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, SPAK, shkaktoi reagime të paprecedenta publike nga ekzekutivi dhe legislativi, përfshirë përpjekje për të ushtruar presion ndaj SPAK dhe institucioneve të drejtësisë, gjë që ngresh shqetësime serioze. Thuhet aty, Komisioni Evropian i dedikon një kapitull të veçantë analizues punës së SPAK, duke inkurajuar të shkojmë më tej. SPAK-u vazhdoi të konsolidojë rezultatet e tij pozitive në luftën kundër korrupsionit të nivelit të lartë, ndonse mbeten disa mungesa në lidhje me stafin dhe infrastrukturën. Struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe gjykatat kundër korrupsionit dhe krimit organizuar kanë dhënë rezultate pozitive në hetimin, ndjekjen penale dhe gjykimin e çështjeve të korrupsionit, përfshirë ato që përfshin politikanë dhe zyrtarë të lartë, si dhe në mbrojtjen e interesave financiare të BE-s. SPAK-u shfaq vizion strategjik të qëndrueshëm dhe pavarësi në kontributin e tij në luftën kundër korrupsionit të nivelit të lartë, pavarësisht presionit të shtuar politik, grupeve të krimit organizuar dhe medias. Rritja e vazhdueshme e ngarkesës së punës për SPAK-un dhe mungesa e stafit dhe infrastrukturës vazhdojnë të jenë çështje që duhen adresuar. Numri i referimeve tek SPAK-u nga autoritetet e tjera ka rënë më tej dhe mbetet i ulët. Vion raporti në non-paper thuhet se progresi në grupin e kapitujve do të përcaktojë ritmin e përgjithshëm të negociatave. Kjo përfshin në veçantë përmbushjen e standardeve të përkohshme sipas kapitujve 23 dhe 24, siç parashikohet nga korniza negociuese. Asnjë kapitull nuk mund të mbyllet përpara se Shqipëria të arrijë këtë objektiv.